të regoj një rast, një tregim, për të regu se njeri si të mësohet, ashtu edhe vazhdon. Të regohet se në Afrikë, një ditë për ditëve, njani e kishte kap një elefant të vogël 2 muaj. E ka marrë elefantin, e ka kap në ato kurthet e veta që i bëjnë në Afrikë, edhe ka nxjerr pazar. Ka ardhur pazar një pasanik, një milioner, edhe ka ble atë elefantin. Pse sa i ka pas një kop zoologjik të vetin privat, madh, ju ka dashur elefanti që zbashku me ato kafshë tjera ta zbukuron kopshin zoologjik të tij. Dhe normalisht kur e sjell elefantin te kopshti, e lidh me zinxhir. Edhe fund zinxhirit një top të madh të hekurit që mos e mujt elefanti me ik. Edhe kur e lidh ki pasaniku këtë elefantin me zinxhir dhe me këtë hekurin e madh, topin e madh të hekurit, ai elefanti mundohet me hek komën prej prangës që ja ka vëndu, s'mundet, mundohet, derisa lodhet edhe e zë gjumi me flet. Nesër kur qohet sabah përsëri e shef se është i lidh për hekuri dhe përsëri mundohet me e larguat prangën, e ngrej komën s'ka, hekuri rond, zinxhiri edhe përsëri mas nesër mundohet 3-4 herë, s'muti me e largu domethënë atë hekurin e fortë që e ka lidh për të, edhe tashmo e pas se s'ka zgjidhje, por rinj ashtu. Mas një kohë kur i boni elefanti do thot disa kohë qashtu, një natë duke flet elefantin gjumë, vjen ki pronari i kopshtit zoologjik, ja hek atë topin e madh të hekurit, ja vnon një top të vogël drunit. Edhe elefanti mos po lëviz, nuk po mundohet me hek atë prangën për komës vet. Pse se u mësu një kod, do thot disa javë, me atë hekurin provoj disa herë smujti me hek komën prej saj, edhe tash mendon se ajo është i lidhur fort edhe s'lëviz. I boni 20 vjet elefanti. U boj madh, elefanti vogël, u boj madh, e keni pas sa është i madh elefanti. I lidh për zinxhiri për një top të vogël drunit, edhe e man qashtu ne. Një ditë për ditë vjen një familje me vizitu kopshtin zoologjik, edhe e shef elefantin e madh të lidhur për zinxhir për një top drunit vogël, edhe thot fëmia, pse ki elefanti s'mundohet me hekat zinxhirin për komës? E pyet këtë pronarin në kopshtin zoologjik. I thot ky pronari, thot a don të tregoj se pse ky tash nuk e hek? Thot se ki është mësu se këtë zinxhir se ne hek, edhe është i rond, edhe është i fort, edhe Allah mendon se e ka qatë zinxhir dhe qatë top të hekurit vjetrin të lidhën për kome. Ai nuk e heton se tani ma nuk e ka atë, edhe mund të lidhisht me dasht, ai me dal. Për këtë shembull e përmenin dietarët shkencëtarët që flasin për zhvillimin e suksesit në jetën e njeriut. Do të ky elefant i madh ka takat shumë sot. Jo atë hekurin me largue, pa i mundet me i thy edhe muret, edhe hekurit. Mirë po, për shkak se kur ishte i vogël e provoi 1 herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë, edhe shumë herë smujti me thy, tani mendon se kur s'ka mundësi me thy. Edhe neve na bën vakiket, si individ dhe si popull. Shpesh herë që na i dhënë pranga sa jemi të vegjël, edhe na pse rritemi masane, edhe bëhemi të fortë, edhe ditur mendojmë se s'mundemi mi hek ato prangat pi qafës ose pi komës. Edhe thash si individ, secili për neve, po edhe si popull, si kolektiv. Po na kena mundësi me bo shumë. Kena mundësi na, nëse e kemi kontrollën mbi veten tonë tamam si duhet, na mundemi me dhonë shumë ma shumë se këtë që japim. Edhe mund më bo shumë ma të mirë se këtë që jemi. Edhe mundemi me kontribu shumë ma shumë se këtë që kemi kontribu deri tash. Por çka? Duhet kuptojnë çdo kohë rrethonat e veta.